Një incident I rënd ka ndodhur gjatë natës në zonën e hidrovorit të Akërnis në Vlorë, ku disa mjete të tonazhit të rënd që përdoreshin për punime janë përfshirë nga flakët. Sipas të dhënave paraprake, një person ende I paidentifikuar ka depërtuar brenda kantierit dhe ka spërkatur mjetet me lëndë djegëse. Si pasojë e zjarrit, një mjet I tipit Fadroma është shkrumbuar plotësisht, ndërsa mjetet e tjera kanë pësuar dëmtime më të lehta falë ndërhyrjes së forcave zjarfikse që bën të mundur neutralizimin e flakëve. Në këtë zonë, prej javësh ka nisur punimet për ndërtimin e një resorti turistik, projekt I cili ka shkaktuar tensione dhe kundërshti të vazhdueshme. Ngjarja ka ndodhur vetëm pak ditë pas protestave të banorëve dhe aktivistëve mjedisor, të cilët e kundërshtojnë këtë investim me arsyetimin se po ndërtohet në një zonë të mbrojtur me rëndësi të veçantë ekologjike. Grupi hetimor dhe shërbimet e policisë kanë nisur hetimet për ngjarjen. Paraprakisht dyshohet se zjarrvënia ka qenë tërësisht e qëllimshme, ndërsa po punohet për dokumentimin e plotë të provave, zbardhjen e motiveve dhe identifikimin e autorit ose autorëve të përfshirë në këtë akt sabotimi.